Ky emision mundësohet nga Shëndetje të rrësim. Përshëndetje. Si e? Mirë, si thonë. Kesh mundësi të jesh më mirë. Ma e mira nuk ka fund. Po edhe me këtë që jemi në rregull. Si shkojnë bizneset? Bizneset në përgjithësi lëvizin jashtëzakonisht shumë mirë. Në suazët të grupit, të Balfin grupit, si mjet jemi në bine me gjitha planifikime dhe në buxhetet. Lasim për rreth mbi 1.2 miliard euro xhiro në gjitha shtetet ku jemi shtrip, jemi në dy kontinente, jemi në Evropë dhe në Amerikë. Në përgjithësi Balfini në gjitha aspektet është jashtëzakonisht shumë mirë. Ty në Maqedoni njohin si shefi i Neptunit, po ky është emisioni që Të gjithë më njohin si Arsimi i Neptunit. Arsimi i Neptunit, po ku ke gishtë tjetër kund? Përveç se Neptuni dhe Eastgate. Në fakt më vjen mirë kur përmendet Neptuni sepse fillesat e gjithë të suksesit deri tani që kemi arrit në Maqedoni. Pse unë jam i stacionuar këtu. Fillojnë nga Neptuni dhe prandaj edhe njerëzit Të njohin më njohin si emrin e Arsimit Neptunit. Për ndryshe, deri sot që flasim, në Maqedoni kemi në suazat të Balfin grupit kemi 11 kompani, rreth 730 punëtor, është gjithë kompanit. Sigurisht që faktori i kompanive jo të gjitha janë në nivelin e Neptunit ose të Eastgate-it, mirë po paga shumë janë supportive në gjithë aktivitetin e që bëhen. Diçka që është për të highlight është Flying Tigeri që unë hap si mjet, është një që po dash hapja pare një 3 javë, 4 javë, është një brand i ri në Maqedoni. që është jashtëzakonisht shumë koncept i ri. Dhe kemi marrë licencë jo vetëm për Maqedoni, po paralelisht po e hapim, u hap ma Tirana, u hap ma Prishtina. Dhe në mod pastaj fillojmë me ekspansionet e reja, përveç Maqedonisë fillojmë në Serbi, të hapim një 30 dyqana atje. Vazhdojmë me Bosna, Malinezi dhe nga 2027 kësmet në planifikime kemi të dalim nga Rumania, Bullgaria, Kroacia e të tjerë. Më bon përshtypje si e thotë ti hapim një 30 dyqane i vjen ti pim një 30 kohë. Me sa thatë, rritëm në fuqishëm, për 45 ditë kemi hap 8 dyqane Për Flying Tiger. për Flying Tigerin në Maqedoni, në Kosovë dhe në Shqipëri. Dhe ekspansioni është i fuqishëm, është i frikshëm. Vetë koncepti është goxha i fuqishëm. Nga pjesa e franshizerit të Flying Tigerit, ato hapin 25 dyqane në ditë. Një çdo botën. Është rrita më e madhe. Përveç Flying Tigerit, natyrisht Neptuni është sigurisht një ndër bizneset më të mëdha tona. Eastgate-i patjetër padyshim është një aset goxha i madh, është një ndër qendrat, jo një ndër, po e më e madhja në shtet, si në prizmë të metër katrorëve, si në prizmë të klientëve, si në prizmë të investimit. Mbas Eastgate-it e kemi zhvilluar një pjesën e po them faza e para e Eastgate Livingut, që është kjo residential për banesat. Po. Dhe në mod fillojmë pastaj me pjesën e dytë, që do vinë edhe një 1100 banesa të reja, që do tjetë do përmbyllet, si me thana ai gjithë projektin brenda. A ka interesim për ble banesa? Ka sepse është me të vërtet një koncept unik, nuk është diçka që e shef për ditë, sidomos në distancë të banesave njëra me tjetrën, gjelbrimet, dhe gjitha facilitetet dhe plus qendra që e jep, domethënë, Në blezon kushtet për jetë normale. lokacioni është jashtëzakonisht. Jo ta dëgjosh çeshin kur vërtet. Afër je çdo sendi, po mirë po je në mbi qetësi totale dhe jemi goxha të happy, si me thamë, për atë projekt. Në përgjithësi kjo është Maqedonia në mod vazhdojmë me një 3 risia të reja, po t'jap një ekskluzivitet thot me që për herë të parë, po se unë nuk jam shumë i mediave, me ta thënë drejtë. Është e kënaqësi.
të tjerë, të kemi këtu. Ndoshta edhe ndoshta, po më duket se është intervista e parë do ju shepoj. Jo, e dyta, se s'parën e ke po prapë me mu. Deklarat mos kam. Jo, intervistë me shkrim ka qenë. A me shkrim Në fillet e Eastgate-it, në kulmin e pandemisë. ndoshta se mbajmë. Po live kështu nuk kam dalë. Jo. Në mod po sjellim Kiabin. Kiabi është një brand i ri me shitje me pakic, është Aperol, është për dëshmafje. Është brand francez. Okej. Si mjetë e hapën në Tiranë dhe në mod po e hapin në 5 shtete tjera. Një ndër shtetet është Kosova dhe Maqedonia padyshim, që do hapet është brand francez që është Decathlon Group. Është goxha atraktiv. Me çmime të arsyeshme apo Me jashtëzakonisht shumë çmime të volitshme dhe të arsyeshme. Brendi i dytë që po fokusohemi dhe 99% gati se ma e kemi përfundu dhe business planin dhe negociatet është një brand polak që është një ndër brandet më të mëdha për shitjen e këputëve. E ka emrin CCC. Po shesin rreth 110 milion palë këputës në vjet. Është i shpërndan goxha për Evropë, sidomos në pjesën perëndimore, po marrin franshizë për 4 shtete, për Kosovë, për Maqedoni, për Bosnë, për Malëzile, për në fakt 5 edhe për Shqipëni. Edhe super atrakcion të tjetë replika e Hyperactivit që më veç ma ekziston si koncept entertainmenti në Kosovë. Në mod kismet në Eastgate të hapet në 2026 qershor, në 10 metra katror për zbavitje që do jetë super diçka unike për vetë shtetin e Maqedonisë. më në fund. Më në fund. Nuk duhet të dërgoj fëmijët deri në Kosovë. Nuk do kesh nevojë, trastni. Okej. Tash i folëm biznesit, po Ne shohim dhe ekspansione më falë që të ndërprer, po shohim në disa ekspansione të reja, po do kemi, besoj që 99% do kemi një informacion, një risi të re, po hapemi në shtetet Kafkaze, kemi marrë gati se jemi nga përfundimi i kontratës të Gjambos, për Ukrainë, Azerbajxhan, Uzbekistan, Armeni, Gjorgji, dhe kjo është një lajm po ashtu ekskluziv për ti. ku i mba pare? Parat i kam bankat, ku kemi parën? S'kemi parë. Gjitha i kemi në tua, me një investime. Gjatë gjithë kohës i reinveston? 99% të kohës. Parja po su reinvestohat e rësë, probleme është. Unë më në Lajbet. të regom si Enzore Artan Grupin. Edhe si hinë në atë tregim që Krejt Maqedonia një 3 javë të mira jenë marrë me ty. Tani janë marrë goxha më shumë. Experiencë, me ta thënë drejtën nuk kam shumë qejf të flas për atë eksperiencë. Nuk ishte eksperiencë e mirë. Gjitha çfarë kisha për me i thanë, i tregova atje ku duheshte dhe me kaq kisha mbyll me. A e cilëson tash pas disa muajve si gabim? Do të përgjigjem ndonjëherë tjetër. Okej. Edhe a ke komunikim me të? Jo. Okej, shumë mirë. Tregove për krejt bizneset, po E tham që s'do të flasim për politikë, po të kruhet. Jo, Ja. jo, po thjesht është e palogjikshme nëse nuk do ta kisha bërë pyetje, në vonë do thoshin çe ky e ka ble, edhe kështu që Është për biznes, jo për politikë. ani çe për biznes, themi te ekonomia. Okej, e te ekonomia. Bizneset ti keni miniaturë të ekonomisë maqedonike, domthonë pjesëmarrës shumë i madh në ekonominë e Maqedonisë. Tash kthehemi në big picture të ekonomisë. Nëse do të ishte arsimi ai që vendos se si do të ristartoje apo si do të nisje ekonomia nga fillimi, çka do të kishe bëu para? Se bashkë më intereson për të përgjigj prej përvojës. Që me në 3 minuta nuk e përmbledh dot, po ka më thanë koncepte ndryshme. E para duhet çfarë nuk shoh për momentin dhe 30 vjetët e fundit është që nuk ka vullnet politik për disa punë për të zgjedhë në Maqedoni, po jo vetëm në Maqedoni me të thënë drejtën, por në përgjithësi në Ballkane. Mungon një vullnet politik, të gjithë partive, që të marrin reforma të frikshme për ta
për të drejtuar jashtëzakonisht shumë rrugë që çalojmë për momentin. Një ndër sfidat që do ishte për mendimin tim është kapaciteti administrata në përgjithësi do duhet të shkurtohet sepse bën goxha shpenzime në buxhet dhe një pjesë e madhe nuk është produktive. Mi pas efektive. Efektive, po. Mirë, po këto njerëz do duhet disi të trasohen. Po. Trasimi i këtyre njerëzve në përgjithësi dhe në administratë dhe në përgjithësi në popullat, një pjesë e madhe, dhe çalimi një ndër deformitetet për mendimin tim më të madh të shoqërisë është arsimimi. Okej. Përgatitja aty. Përgatitja e arsimimit, po nga baza prej shkollës fillore deri në fakultete dhe nuk e flas vetëm Maqedoni shqiptar, po e flas në Përgjithësi, po. Në përgjithësi po e flas se formimi i njeriut është një pjesë baza e një fundamenti që mendosh ndryshe. Dhe po të shtrëngo kjo, domethënë investimet më të mëdha kisha bërë. E para, e dyta, gjitha studimet, Domethënë para burimet njerëzore. investimi në burimet njerëzore se për ndryshe Trajnimi, rritja atyre profesionale krejt. për që komplet krejt. Dhe një pjesë po ta shohësh nga ana tjetër e biznesit, një pjesë më e madhe të kompanive pse nuk zhvillohen ose dështojnë, është pikërisht në mos investimin në human resources, në human capital, në digitalizimin e shumë toolsave që mund të kontribuojnë dhe këtu çalën në përgjithësi 90% të kompanive. Një pjesë të madhe të investimeve ose fokus do ishte turizmi. Okej. Dhe investimi në bujqësi, sepse Maqedonia të mirimi vesh është relativisht për jashtëzakonisht shumë shtet i vogël. Dhe sipas gjitha studimeve, dhe sipas raporteve të institucioneve relevante në Europë, turizmi jo vetëm në Maqedoni, por në përgjithësi në Europë deri në 2035 do mungojnë gati se 6.9 milion shtratë me hotele. Kjo do të thotë që Net të fjetër. të fritur. Po. Për na. Kjo do të thotë që Europa në next 10 dhe në 15 vjet do të jetë një kontinent që do miret mainly në shumicën e biznesit do të jetë services, hoteleri, gastronomi, shërbime, turizëm, alpinizëm, parties, casino, budallëqe të tilla, që do të jenë mainly entertainment. Dhe Maqedonia pikërisht aty do të fokusohet. Domethënë të rritjen e kapaciteteve, atraksioneve, kemi malet pregullueshme, ka liçene, ka ç'të bëhet. Vetëm do duhet kjo duhet të lidhet me një farë infrastrukture. Për shembull me share. Po, share. Gjëna që është në altë nivel dhe pa dorë shteti, gjitha këto investime nuk bëhen. Domethënë këtë infrastrukturë do duhet shteti të jetë primar. E treta, për mendimin tim, çdo parti politike kush si vije ndrojnë koncepte bazike të një farë strategjie për long term, next për 20 vjet, për 30 vjet. Dhe kjo do të stopohet ma. Nëse ka konsenzus për 3 pika ndërmjet politikës, edhe kjo është prapë përsëri lidhet me vullnetin politik, dhe pa marrë parasysh kush do të vinte, aty do të është domethënë të i rim mbrapa atij dokumenti që vazhdojmë me këtë se. Po. Njerëzit vetëm ndryshojnë, strategjia jo. Tjetra punë që sigurisht fokus do ishte është inxhinierik ose investim në IT segmentin. Sepse këtu mund të ketë, domethënë ka akoma kompania që japin shërbime për palë të treta. Mirë, po këtu duhet të intervenohen me ligjet, domethënë të jenë të lirum nga taksat, e ka një farë set reformash të lehtësim. Që do të bëhen, po që të bëhet atraksion, kupton që njerëzit të më shumë të investojnë për atë. Pikërisht kjo është e para që më kujtohet, si më thënë, kupton diçka që kisha bë shpejt. Domethënë këto janë bazat. Ka pastaj. Po. Pastaj edhe shumë momentume tjera. Nëse të vjen ndonjë zyrtar shtetëror dhe të kërkon mendim, çoja linkun e ke gati. Unë më njohin si opozitar të politikave. Thaher kam diçka që nuk më pëlqen. Dhe nuk do e ndali dorë me ta thënë drejtën sepse shoh përmirësime dhe duhet të shohësh sa më përpara. Ka
Domethënë ka forma jashtëzakonisht të shpejta, relativisht jo shumë shtrenjta për të implementuar dhe kjo është parimi i jetës me ta thënë drejtën, tani jetën çfarë bëjnë në biznes është shko kopjoje dikundi, implementohe në kushtet e vendit ku vepron. Domethënë ujtin e nxehtë Me thjesht mos KPPS bolo. s'ke nevojë të diskavëramenit e fort. Shko, merre, kopjoje, implementohe dhe ka shembull plota. Po marr një shembull tani shpejt që më kujtohet. Korea ka qenë shtetin që ka trunë komplet krejt deri në 74-ën. Okej. Është fuqia e 5 ose 6 ose 7 botnore për momentin, Okej. Dhe ka Irlanda. Super turnaround, për relativisht Ndryshim. shpejt, për shumë shpejt kohë. Ashtu që ka konceptet gati që ma janë të sprovume, si me thanë, që kanë pru rezultat. Shko kopjoj, implementoj në suazat të Maqedonisë dhe mos u merr shumë me analiza më kupton. Po. Se ka Aksion. opsione ma Aksion. edhe aksion. Po. Edhe aksion. Mirë po prap vullnet politike nuk po. Normal. Kur jemi te arsimi, çka do t'i kishe thonë arsimit 20 vjet, nëse duhet tash ti këshillosh diçka? Sa kuptova, 20 vjet, se arsimi 20 vjeçar. Po, aty arsimi 20 vjeçar ku ke qenë Arsim? mos gabom në Amerikë? Jo, këtu kam. Në Amerikë jam kthyer në 94. Okej. Që të janë marrë me zor. Arsimi patyshim 20 vjeçar, patyshim arsimimi, formimi Po. soset fakulteti, paralelisht me fakultetin një reform që do duhesh të në arsimin të bëhet, dhe kjo është për mu jashtëzakonisht shumë e kollajshme dhe do duhesh të implementohet, janë arsimim me shkollim me praks. Okej. Të gjitha lamive, Me përvoj. me përvoj, kulturë pune, Okej. të krijohet, për në flas në suaza vetëm në prizmën të biznesit. Dhe këto do ishin, si me thanë, po arsimimi është për mu primarja. Dhe tani sigurisht që është shumë kollaj prej moshën kur kam qenë unë Po. 20 vjeçare, vizitet e shpeshta në Europë. Për ta po Për ta pa, për ta ndje, do një internshiping me bo, edhe do një punë me bo aktive, një muj duhet thjesht të njoftohesh me kulturë të ndryshe për asaj që je ti këtu i mbyllun, si me thanë, dhe ka opcione jashtëzakonisht shumë për të njëjtë të mbaja. Ja, nuk jam fan me të thënë drejtën që të hikin, të shkojnë dhe të mbesin atje. Dhe atë po e ndjej sot që flasim, unë kam 2 vajza. me jetë gjatë. Madhja është në Milano edhe tjetra është në Madrid, në shkollim. Dhe po boj çmos që ti kthej. E ma do të arish? Po besoj që po. Me atë madhe më duket se kanë mbran paçe. Me atë vogla akoma po negocioj, po. Javash. A do t'i punësosh të kompani tua apo kompani tjere? Jo me Detyrimisht. detyrimisht. Jo me detyrimisht. Po u pëlqeu, po të gjinde, they are more than welcome. Po mos, pastaj ne vazhdojmë drejtimin e vet. Sa vjeç je? Unë jam 50 rafsh. Mashallah. Deri 70 vjeç çka do ndodhi me ti? 70 vjet, a pyeti një gazetar tha hobi, përveç punës sa kemi ta thënë drejtësh punën e kam edhe hobi edhe profesion. Besoj që Profesion apo pasion? edhe pasion. Besoj që aty do jep, do shta merit me pak ma të Nga dhe suara. biki prentova vetes para një 2 vjetëve që të hanave dhe të prenteve nuk do vinë punë. Tani çfarë më ndodhi? Le që të hanave të prenteve që shkoj, po dhe të shtunave dhe të djelave në amë, po Po nuk mund kitë të rath, nuk mund të drejtë si mësot. kjo është pra adrenalina e punës. Po besoj që ritmi do të spret. Ma shumë do shëtisim se sa do punoj. Kemi struktura, kemi punu në atë drejtim, kemi kogja strukturat të ngritëna, ashtu që besoj që në ato frekvenca do jemi, po punën sigurisht që nuk e njam. Puna shkon më shpejt. Kështë adrenalin, i veçan. Edhe struktura, a mendon se biznesi jot mund të funksionojë pa ty? Pa kur farë problemi. A mund të rritet pa ty?
pa kur farë problemi. Po kjo është formula e suksesit. Kemi ardhur në nivele, kemi investuar në fakt në nivel grupi, kemi ardhur në nivele që absolutisht pa kur farë problemi. Dhe po e bojmë me në thënë drejtën. Dhe po e bojmë. 80-90% të ekspansionit edhe të bizneseve të reja nuk kemi pjesë i involvimit, si me thënë, të detajum. Po në decision, në vendim marrje, po gjitha business planet i përpunojmë komplet krejt gjellë të kompanive. Kështu që aty jam ti verat, jemi Ti veç i kontrollon. japim pak trajtime, japim pak. Nuk është punë kontrole se sa është më shumë të japit të ti supportojsh gjithë drejtorat që ti mbrim buxhetet e meta. Ai është shef i rep? Po këtë s'mund ta them. Kërkoj punë, Përgjegjësi, obligim. përgjegjësi, obligim në nivelet dhe në karakterin tim. Okej. Tani, këtë do të ti pyesish këto drejtorët. A jam i rep apo jo, nuk mund ta them. Kur do më njoftosh me ta dy pjesë. Patjetër që po. Edhe nuk tregojmë fakt se i vjen atë shpjellak me tregu, po veç do të kisha këshillu duke bazuar nga feedback atyre. Si do të gjetë të njihesh mbas 50 vjetëve? Domethënë, ne të gjithë do të shkojmë prej këtu. Pas 50 vjetëve si ndjehem, Si do doje të njihesh? si do doja dhe njihesha. Si arsimin e tunë që njëm gjithë bota. Okej. Modest, mendet, në punë, bas punën me dalë me shok, me u shoqëru, aktivitete, Jeta sociale. jetë sociale. Kjo diçka shumë modeste. Kjo është parimi im në jetës. Qëllimi jot për të njoft edhe mbas 50 vjetë. Ç'ke dhe? Besoj që po. Ne e bëjmë emisionin në vetur edhe e kemi një mision me të gjithë që vinë për herë të parë që voziten në këtë vetur. I 71 shi për informacionin tonë. 71 shi Po. Edhe krejt kanë dhënë një mësim për atë se ku ka kanë gabu në komunikacion. Edhe si janë dënu edhe mua nuk e përdorin këtë. Kjo është thjesht për sensibilizim. Pas jep kemi përgjegjësi të dy. E dënim nuk se për shpejtësi kam pas një dënim para një 4-5 vjetëve. Po vese kam me ta thënë drejtën rrypin. Rrypin. Këtë e kam, Ves, do të thënë e vesh as nuk e vesh? nuk e vesh. Nuk e vesh. Nuk e si të jashtë qytetit, po brenda qytet nuk e praktikoj, kjo ishte dhe që është gabim me ta thënë drejtën, që do po mundohem me Të edukoj zhvit. eduku vetën, po kjo është një mesazh që për mendimin tim që do duhet të praktikosh. Shumë mirë, shumë i qartë, shumë i shkurt. Ndoshta do të habitem pse aq i shkurt në krahasim me emisione tjera, po unë e shpalli të mbyllur këtë emision. Shumë faleminderit për kohën edhe krejt to janë përvoja. Faleminderit për ftesën dhe besoj që do jemi në kontakt në emisionet e radhës të tua të suksesshme. Patjetër, faleminderit shumë. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Merci. Iniziò nel desporto